100 vota pro, 0 abstenim, 1 kundër, miratohet projekt vendimi në Me 100 vota pro dhe vetëm 1 kundër atë të Redi Muçit nga Lëvizja Bashk, Kuvendi miratoi me konsensus ndryshime në rregulloren parlamentare, pas dakordësisë së arritur mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Marrëveshja u arrit pas negociatave mes palëve, ku socialistët tërhoqën disa prej propozimeve më të kundërshtuara nga opozita, përfshirë procedurën e përshpejtuar për ligjet e integrimit evropian, uljen e kohës së diskutimeve nga 10 në 5 minuta dhe kufizimin e raportimeve të institucioneve vetëm në komisione parlamentare. Sipas formulës së re, në seancë plenare do të raportojnë vetëm institucionet që kanë detyrim kushtetues, si avokati i popullit, prokurori i përgjithshëm, KLG, KLP, ILD dhe KLSH, ndërsa SPAK nuk do të raportojë më në sallën e Kuvendit, por vetëm në komisionet parlamentare. Palët ranë dakord gjithashtu që ligjet e integrimit të kalojnë me procedurë normale, përveç rasteve kur qeveria kërkon procedurë të përshpejtuar me argumentim të posaçëm. Një tjetër pikë ku opozita arriti dakordsi me shumicën ishte forcimi i kontrollit parlamentar. Kryetari i Kuvendit do të ndërhyjë në rastet kur institucionet nuk u përgjigjen deputetëve për informacion, ndërsa komisionet parlamentare do të jenë të detyruara të zhvillojnë mbledhje ose seanca dëgjimore me kërkesë të opozitës brenda 2 ditëve. Me kërkesë të Partisë Demokratike u pranua edhe ndërprerja e seancave plenare në orën 22:00 dhe vijimi i ditës pasardhëse, si dhe pezullimi automatik i masave disiplinore ndaj deputetëve në rast ankimimi në byron e Kuvendit. Ndryshimet parashikojnë po ashtu që sekretariati i etikës të ketë përbërje të barabartë mes shumicës dhe opozitës, ndërsa votat e sekretarit do të jenë përcaktuese në rast barazimi. Numri i komisioneve parlamentare mbeti 11, ndërsa të 2 grupet e më të mëdha parlamentare do të kenë tashmë numër të barabartë këshilltarësh politik. Ndryshimet në rregullore u përshëndetën edhe nga prezenca e OSBE-s në vendin tonë, e cila e cilësoi si një hap pozitiv për dialogun politik dhe funksionimin e demokracisë parlamentare në vend.